Të thinjet i madhi pasi ka kaluar një pjesë të madhe të jetës tij dhe pasi ka kaluar prej sprovave, brengave dhe vështirësive të kësaj jete, kjo gjë në këtë botë është diçka normale. Ama të thinjet i vogli që në fillim të jetës së tij, kjo gjë në këtë botë nuk është parë ndonjëherë, ama është prej përshkrimeve të botës tjetër dhe të ditës së llogarisë. Rreth kësaj gjëje na ka njoftuar Allahu Madhëruar në surën El-Muzammil, ku thuhet: "Fa kayfa tattaquna in kafartum yawman yaj'al al-wildana shiba." Thot Allahu Madhëruar, si do të mbroheni nëse do të mohoni atë ditë që të vegjëlit do të thinjen. As-sama'u munfatirun bih, atë ditë qielli do jetë qarë, wa kana wa'duhu maf'ula, dhe premtimi i Zotit tënd është bërë realitet. Sipas ajeteve, atë ditë të vegjëlit do të thinjen në këtë lloj situate dhe profeti hyn sallallahu alaihi wasallam na ka dhënë me tej detaje rreth kësaj dukurie dhe ka thënë se kjo gjë do të ndodh kur t'i thirret Ademit alayhi salam në ditën e llogarisë dhe t'i thuhet nxirr prej pasardhësve të tu banorët e xhenemit. Dhe Ademi alayhi salam do t'i thotë sa të nxjerr prej tyre dhe Allahu Madhëruar do t'i thotë nxirr nga çdo 1000 veta 999. Dhe thot profeti sallallahu alaihi wasallam, atëherë do të thinjet i vogli, atëherë shtatzanat do të lëshojnë barrat e tyre dhe atëherë do t'i shohësh njerëzit si të dehur, edhe pse nuk janë të dehur, por dënimi i Allahut Madhëruar është i ashpër. Kështu në këtë lloj situate do të thinjet i vogli, dhe i vogli mund të thinjet nëse kalon në një ditë atë që ka kaluar i madhi gjatë gjithë jetës së tij, e aq më tepër kur bëhet fjalë për ngjarjet dhe tmerret e ditës së llogarisë. Dhe kjo na tregon se sa i madh është numri i mohuesve në historinë e njerëzimit. Dhe se profeti sallallahu alaihi wasallam kur ka treguar këtë gjë sahabëve, i ka njoftuar pastaj se unë shpresoj prej Allahut Madhëruar të jem 1/4 e xhenetit apo 1/3 e xhenetit, dhe në fund ka thënë shpresoj të jem gjysma e tij. Kështu që mohuesit, shumica e tyre janë prej umeteve të mëparshmeve, duke shtuar këtu edhe xhuxhet dhe mëxhuxhet, ama ajo ditë është ditë e frikshme dhe njerëzit duhet të përgatiten për të, siç edhe duhet vlerësohet fakti që të ka bërë Allahu Madhëruar pjesë të këtij umeti që është umet i mëshiruar.